ka orë subhanallah dhe ka orë elhamdulillah, pastaj ka orë astaghfirullah, po. Ai subhanallah është madhnim, elhamdulillah është falënderim, astaghfirullah është dua, kërkim falje. E ka mësuar ndërtimin e komunikimit me Allahun te barekutaala. Allahu në madhnon, e falëron, pastaj kërkon. Ai që kërkon nga Allahu te barekutaala, apo por mendja e tij është nuk di Allahu a din hallin tem që duhet, ose sot a di, a din po, që sot i përkajmë rahimullah, në thellësit shpirtit ka njerëz, ma di, thotë shumica e njerëz mrena atje, e kanë një mendim jo të mirë për Allahun xhallahu ala. A lutë Allahun xhallahu ala, thotë, s'ma dha Allah, mene i shkon, po të ma kesh dhombra, si shbo, kur që bëlla i shbo. A i kujton që këtë punë rasisht, të ja. Ti kuptoj që gjithë shka është shumë precise e gjykume. Mos më nati që është si dikush, po hajtë lem para në tibe se s'bot, ka lem, sot që është të kjo punë, na që të menojmë, ne në mësën të një, hajtë që edhe një, qa bot për një me jipë në aeroplan, s'bot kushë, rinë komë, s'bot kushë, so punë kjo rinë t'in komë, Allah hapëtan, o punë regulli, o punë caktimi, o punë urëcije. Anda njerëzit menojnë që kjo punë është, që pse mua, ka mu që, përshamu, qka i shbo, ti kësha fitu 1 milioner. Qa kësha po korgjë, unë kësha fitu shumë, kësha marro gjamija, ti me... E s'pëdi ka që të me t'jep t'jo, po? E që kjo është e? Bën dua kama se ka të regullu me subhanallah. E ndash me të përrigjë Allah xhallahu që ka, duaja është faza e tretë. Duash subhanallah, duash elhamdulillah, tani o Allah të. Apo, ama subhanallah, këtë të pjesë e subhanallah ka të meta, të elhamdulillah ka të meta, e pëse s'po përgjigjet? Po si ke plëcu dokumente Allah të, si ke plëcu, mongu e ki. Do në duhe se e të është mongu, duhe se subhanallah mongu, elhamdulillah mongu, tani, ndaj, duhet me plëcu këtu, pas të vjen astaghfirullah që shduhet.